Horoskopi i Virgjëreshës 2026. Ky horoskop për Virgjëreshën për vitin 2026 është menduar si një manual operativ që duhet të konsultohet në kohë të ndryshme të vitit. Ai nuk ofron premtime abstrakte, por tregues konkret për përmirësimin e marrëdhënies suaj me punën, marrëdhëniet dhe mirëqenien personale. Viti 2026 nuk ju kërkon të bëni më shumë, por të bëni më mirë, duke zvogëluar ngurtësinë dhe shpërdorimin. Kur thjeshtoni, gjithçka bëhet më efektive. Thjeshtoni për të funksionuar më mirë. Në vitin 2026, Virgjëresha bën një ndryshim të rëndësishëm, nga kërkimi i kontrollit të plotë në ndërtimin e rendit thelbësor. Bëhet e qartë se efikasiteti nuk vjen nga grumbullimi i rregullave, por nga qartësia. Shumë mekanizma që dukeshin të domosdoshëm rezultojnë të jenë thjesht zakone të mirë mbajtura për siguri. Këtë vit do të mësoni të dalloni atë që është vërtet e nevojshme nga ajo që është shtëruese. Kur hiqni të tepërtën, ajo që mbetet bëhet më e fortë, e qëndrueshme dhe më pak lodhëse. Suksesi i vërtet i Virgjëreshës 2026 është krijimi i sistemeve që funksionojnë edhe pa ndërhyrjen tuaj të vazhdueshme. Dashuria. Virgjëresha beqare. Për Virgjëreshat beqare, viti 2026 favorizon takimet që lindin në jetën reale dhe rriten me kalimin e kohës. Këto nuk janë marrëdhënie të shurmshme ose të papritura, por lidhje të bazuara në besueshmëri, respekt për ritmet dhe prani të përditshme. Kujdesi juaj natyror është një aset, për sa kohë që nuk bëhet pengesë. Gjatë vitit do të mësoni se vëzhgimi është i dobishëm, por shtyrja e pacaktuar jo. Është e rëndësishme t'i lejoni personit tjetër të tregojë veten, edhe me papërsosmëritë e tij. Në vitin 2026, dashuria për Virgjëreshën funksionon kur fjalët dhe veprimet mbeten të qëndrueshme. Nëse shfaqet paqartësi ose paqëndrueshmëri e vazhdueshme, viti ju fton të mos merrni përsipër detyrën e rregullimit të tjetrit. Virgjëresha në çift. Për ata që janë në një lidhje, viti 2026 është një vit i përshtatjeve inteligjente. Marrëdhëniet përmirësohen kur rolet, përgjegjësitë dhe nevojat praktike sqarohen. Vëmendja juaj ndaj detajeve e forcon marrëdhënien vetëm nëse nuk shndërrohet në kritika të vazhdueshme. Pika e kthesës vjen kur komunikoni atë që ju nevojitet përpara se të grumbulloni frustrim. Të deklaroni atë që dëshironi, në vend që të theksoni atë që nuk funksionon, e bën dialogun më efektiv. Të pranoni që personi tjetër ka mënyrën e vet të funksionimit, të ndryshme nga e juaja, rrit besimin dhe zvogëlon tensionin emocional. Shëndeti dhe mirëqenia. Në vitin 2026, mirëqenia e Virgjëreshës varet nga dëgjimi i shenjave herët. Ju jeni të vëmendshëm ndaj trupit tuaj, por shpesh e injoroni lodhjen mendore derisa të bëhet e dukshme. Këtë vit, parandalimi i vërtet është ndalimi i hershëm. Rutinat e thjeshta dhe të qëndrueshme funksionojnë më mirë se programet komplekse. Ushtrimet janë efektive kur integrohen në ditë pa ngurtësi, ndërsa ushqyerja përfiton nga oraret e rregullta dhe zgjedhjet e përsëritshme. Mendërisht, disa minuta në ditë të dedikuara për organizim, shkrim ose planifikim, zvogëlojnë ankthin në lidhje me kontrollin. Horoskopi i vitit 2026 për Virgjëreshën ju mëson se përmirësimi i vetëm një gjëje në të njëjtën kohë është më i fuqishëm se sa përpjekja për të rregulluar gjithçka menjëherë. Puna dhe karriera. Për Virgjëreshën, puna në vitin 2026 ofron mundësinë për të shfaqur ekspertizën tuaj. Jo sepse punoni më shumë, por sepse mësoni të komunikoni më mirë vlerën e asaj që bëni. Rreziku mbetet ai të bërit të domosdoshëm, por të padukshëm, duke e ngarkuar veten me përgjegjësi të panjohura. Çelësi është të përcaktohen kufijtë dhe prioritetet. Thjesht shpjegimi i asaj që bëni, pse e bëni dhe rezultatet që jepni rrit respektin profesional. Deri në mesin e vitit është e dobishme të rishikohen proceset dhe metodat e punës, duke eliminuar hapat e panevojshëm. Më pak përpjekje e humbur, më shumë ndikim i prekshëm. Fazat e vitit 2026 për Virgjëreshën. Dimri, janar, mars. Muajt e parë i kushtohen riorganizimit. Është koha ideale për të rishikuar rutinat, ngarkesat e punës dhe angazhimet personale. Krijimi i hapësirës tani ju lejon të përballeni me pjesën tjetër të vitit me më shumë qartësi. Pranvera, prill, qershor.
Pranvera sjell qartësi dhe mundësi për përmirësim. Dalin në pas zakone të reja, më funksionale dhe komunikimi bëhet më i drejtë për drejtë. Bashkëpunimet funksionojnë më mirë kur pritjet janë të qarta. Verë, korrikt, shtator. Vera kërkon një ngadalësim të zgjuar. Mbajtja vetëm e rutinave thelbësore dhe shmangia e teprimit ndihmon në kursimin e energjisë. Është gjithashtu koha e duhur për të parë se çfarë funksionon vërtet. Vjesht, tetor, dhjetor. Vjeshta është një kohë për konsolidim. Përfitimet e thjeshtimit bëhen të dukshme dhe vendimet e marra tani ndërtojnë një themel të fortë për të ardhmen. Tema për vitin 2026, më pak kontroll, më shumë efektivitet. Tema qendrore e Virgjëreshës 2026 është besimi në sistemet që funksionojnë. Zvogëlimi i kontrollit të tepërt, zgjedhja e disa prioriteteve të qarta dhe përmbajtja e tyre me kalimin e kohës do ta bëjë jetën tuaj më efektive dhe më pak stresuese. Rregulli bëhet një mjet, jo një mbrojtje. Këshilla e fundit motivuese. Çdo mbrëmje, dalloni diçka që funksionoi edhe pa ndërhyrjen tuaj të drejtë për drejtë. Ky gjest i thjesht ju mëson mësimin më të rëndësishëm të vitit 2026, jo çdo gjë duhet të bëhet me duart tuaja që të bëhet mirë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.